Gostivali vazhdon të vlerësojë njerëzit e tij human, ata që me veprat e tyre lënë gjurmë në komunitet dhe janë gjithmonë pranë atyre që kanë nevojë. E kur flitet për humanizëm, një nga emrat që përmendet shpesh është ai i Zulkani Shabanit, pronari i kuzhinës popullore Vita Abi, i njohur për angazhimin dhe kontributin e tij të vazhdueshëm në aktivitete humanitare dhe shoqërore. Për të shprehur mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme që jep shoqatës malore Shari dhe organizimit tradicional Guri i Rafshët, drejtuesit e shoqatës vizituan ambientet e kuzhinës Vita Abi, ku i ndan Zulkani Shabanit një mirënjohje të veçantë. Kryetari i shoqatës malore Shari, Qerim Mabazi, tha se kjo mirënjohje është vetëm një simbolik e vogël krahasuar me kontributin dhe humanizmin që kuzhina Vita Abi tregon ndër vite. Ai theksoi se Shabani është një bashkëpunëtor i përhershëm i shoqatës dhe një njeri që ndihmon jo vetëm organizatat, por edhe shumë familje individ që përballen me vështirësi të ndryshme jetësore. Në emër shoqatës malore Shari, përshëndes pronarin e Vita Abit, kuzhina popullore, për falënderim të posaçëm dhe bashkëpunim permanent që kemi sa vite me radh, shoqata malore Shari vendoset të jape një mirënjohje modeste pronarit që është bashkëpunëtori jon permanent për i përhershëm. E ka merituar edhe meriton se ka humanitet shumë të madh, nuk vetëm me shoqatat, po edhe njerëzit tjerë të cilët kanë skamje të ndryshme. Mirënjohje dhe falënderime shprehu edhe udhërofyesi malor i shoqatës, Ismet Shurban, i cili vlerësoi bashkëpunimin shumëvjeçar me kuzhinën Vita Abi, duke shtuar se kontributi i Zulkani Shabanit meriton vlerësime edhe më të mëdha. Bashkëpunimin e kena me Abin si tradit, permanent, edhe nuk kjo është një dhurat e vogël, unë e ki meriton dhuratat më të mëdha, mirënjohjet më të mëdha, edhe pa të marrësyeshme edhe sot bim edhe japim një mirënjohje të Abit. Zoti është shpërblet, Zoti bereqet. Nga ana tjetër, Zulkani Shabani u shpreh i lumtur për kënderim, duke falendëruar drejtuesit e shoqatës malore Shari për respektin e treguar ndaj tij. Ai theksoi se sa të ketë mundësi do të vazhdoj të mbështesë organizime humanitare, shoqërore dhe çdo qytetar që ka nevojë për ndihmë. Kjo është një kënaqësi e mirë për mua. Unë falenderoj Daes Kerim, Ismetit, Agimit, edhe gjithë populleve, falenderoj që respektojnë mua. Inshallah ne vazhdojmë se në gjallë dhe bëjmë këta detyrat, nuk lojmë pa hiqë. Inshallah gjezha edhe lodra paska të tokë. Nesër mot inshallah me lodra dhe bëjmë ceremonia. Inshallah dhe. Kujtojmë se vetëm pak ditë më parë, në kuadër të manifestimit tradicional Guri i Rafshët, kuzhina popullore Vita Abi ishte mbështetësia kryesore e aktivitetit, duke shtruar ushqim tradicional për mbi 350 pjesëmarrës dhe mysafir nga vende të ndryshme të rajonit.